Një qerek shekulli ka kaluar, por këto dy vetura mbetën dëshmi e një tragjedie të luftës së fundit në Kosovë. 6 nëntori i vitit 1998 shënoi një akt heroizmi në Aptërush të Rahovecit. Xhelal Hajda Toni dhe Selajdin Mulla Abazi Mici, në përpjekje për të ndihmuar bashkëluftëtarët e Vushtrisë, u përballën me forcat serbe. Sipas dëshmitarëve të zonës, ata luftuan deri në frymën e fundit pa u dorëzuar para armikut. Në ditët e sotme, veturat pothuajse të shkatruara janë kthyer në një vlerë historike, simbol i qëndresës dhe sakrificës së heronjve që dhanë jetën për liri. Toni dhe Mici kanë pas rol shumë të rëndësishëm, kanë qenë ndër njerëzit që janë marrë aktivisht me riorganizimin e strukturave të UÇK-s. Prandaj edhe kanë qenë bartës të shumë proceseve edhe të organizimit edhe strukturimit, po edhe të zhvillimit të luftërave në terren të betejave. Përfundimi i tyre është vërtet shumë heroik, mund të jetë tragjik, konsiderojmë, por gjithsesi Toni dhe Mici kanë qenë ndër ata që nuk janë shmang asnjëherë vështirësive, ballafaqimeve, rreziqeve, dhe kjo ka ndodhur edhe në Aptërush, pikërisht me 6 nëntor të vitit 98, ku Toni dhe Mici, duke dashur të kalojnë disa shokë që kishin ardhur nga Vushtria përmes maleve të Pashtrikut në zonën e UÇK-s në Llapushë, më tutje në Drenice në Vushtri, ndeshin këtu ballë për ballë me forcat serbe të motorizuara sigurisht, dhe dihet avantazhi i tyre ishte shumë i madh në raport me ushtarët e UÇK-s. Ata bien heroikisht bashkë me 3 shokë nga Vushtria, Hamdi Erizi, Bektesh Haliti e Nezir Ymeri, të cilët vriten në këto 2 makinat që tashmë veç janë monumente të kulturës dhe të historisë, e trashëgimisë tonë kulturore historike në përgjithësi. Mici fillimisht është bashku me shokët e UÇK-s në Drenicë që me daljen e hershme të tyre, ndërsa Toni ka ardhur nga Kroacia ku ka marrë pjesë në luftën e Kroacisë kundër serbëve dhe më pas është bashkuar me shokët në Dugagjin, në zonën e Dugagjinit, tek komandanti Ramush Haradinaj, pastaj ka kaluar në zonën e Rahovecit, ku ka qenë një kuadër komandues dhe një operativ shumë i rëndësishëm për UÇK-n. Dhe më pas zhvillimit Rahovec dijen, ka ndodhur dalja e batalionit Rahovecit sipër Rahovecit në periferi, ku Toni dhe Mici po ashtu kanë pas rol i jashtëzakonisht të rëndësishëm në organizimin dhe strukturimin e UÇK-s në këtë zonë. Për të ardhur pastaj dihet betejë e Rahovecit në korrik 98-s që i ka shkaktuar dëme shumë të mëdha UÇK-s, por gjithsesi Toni dhe Mici kanë mbetur pa lëkundur të vendosur në rrugën e tyre. Vendi ku Toni dhe Mici ranë për lirinë e Kosovës është shndruar në një hapësirë kulturore historike. Në fakt jemi mu pranë vendit ku kanë rënë Toni dhe Mici me 3 shokët e tyre nga Vushtria. Në nderim të tyre, menjëherë me përfundim të luftës, me kontributin e shokëve, në veçanti të profesor doktor Sabahattin Cenës, i cili na ka lënë pak një vit e ca më parë, është ndarë nga kjo jetë. Është ndërtuar kjo përmendore e këtyre heronjve dhe në shenjë nderimi e respekti këtu janë bërë homazhe për vite me radhë, derisa komuna në ndërkohë ka marrë vendim që ta ndërtojë edhe një kull në shenjë kujtimi e nderimi për heronjt po se po, por duke marrë parasysh edhe faktin se kullat na kanë shërbyer edhe si shtëpi banimi, edhe si fortifikata ku është ruajtur dhe kultivuar historia jonë kombëtare, kështu që kullat vërtet kanë një simbolik të veçantë edhe për kohën tonë, prandaj komuna ka marrë vendim, respektivisht kryetari aktual, që të ndërtohet kjo kull ku do të ruhet heroizmi, ku do të ruhet kujtesa e nderimi për dëshmorët, për heron tonë, në veçanti për Tonin e Micin, të cilët kanë qenë figura emblematike të luftës së UÇK-s në rajonin e Rahovecit, por edhe më të gjerë, prandaj vërtet lavdia atyre nuk mund të përmbledhet vetëm në një kull, por gjithsesi është një vend, një pikë frekuentimi që tashmë është shndruar edhe në një zonë
pelegrinazhi ku njerëzit vinë e shohin, ku ne dëshirojmë që përmes kësaj edhe ta stimulojmë edhe turizmin kulturor në një farë mënyrë, sepse Rahoveci njihet për shtëpitë e vjetra, për mënyrën tradicionale të jetëtuarit, prandaj është vendosur që pikërisht kullat të jenë refleksion i një të kaluare historike, por që do të transmetojë edhe mesazhe për brezat që vinë, se këtu është luftuar, është qëndruar dhe kullat kanë shërbyer për t'i brymos, për t'i frymëzuar luftarët e lirisë. Përmes këtyre veturave, të cilat u përkasin luftëtarëve të vrarë dhe kullës që është ndërtuar më vonë, por që mban brenda historisë të luftës, gjeneratat e reja mund të mësojnë për heroizmin e luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Toni e Mici janë rivarosur në kopshtin e luleve në Rahoves në krye të bashkëluftëtarëve të tyre, ndërsa dëshmorët e shalës pushojnë në bletaj të Vushtrisë.